Keni parasysh që të dyja partitë në një farë mënyrë, në mënyrën se si janë sjellë, janë larguar shumë nga ideologjia. Partia Demokratike në programin e saj, që është një program relativisht i djathtë, ka shumë elementë të martë. Dhe mënyrën se si është justifikuar është përparë kësaj problematike që ka Shqipëria. Qasja e parë është qasje e cila do kapi dhe elementë të martë. Ndërkohë që Partia Socialiste është munduar që për te ideologjisë të afrojë të ardhmen, duke dashur të shmanget dhënies së llogarisë për këto 12 vjet, sidomos për mandatin e fundit, ka ecur me një progresion të së ardhmes. Unë thash që Shqipëria ka një fat tash, një fat të themi gjeostrategjik për shkak të hapjes në të gjithë Ballkanin, të 3 vendeve kryesore, të Malit, Shqipërisë dhe Serbisë, dhe sidomos Shqipëria me Serbinë po hapin grup kapitull. Dhe zoti Rama është mbështetur shumë që edhe programin e vet ta tregojë nëpërmjet Bashkimit Evropian, që do të thotë nëpërmjet parave që do vinë në këtë sens të integrimit, dhe Shqipëria duke përafruar legjislacionin e saj, me induktimin e parave që të vinë, do punohet shumë në pjesën sociale shqiptare dhe në pjesën ekonomike. Por, zoti Rama nga ana tjetër ka treguar që elementet e djathtë të programit të tij nuk i ka shmangur, që do të thotë do vazhdojnë PPP-t, do vazhdojnë një politikë ndryshe ndaj klasës së pasur dhe të tjera. Të gjitha këto janë element mirëfilli të djathtë që të dyja partitë tona kanë treguar që janë larg ideologjisë. Partia Demokratike ka qenë më e kuruar për sa i përket programit vet. Në mënyrën se si ata kanë treguar, është folur më shumë për problemet që Shqipëria ballafaqon dhe mënyrën se si ata mendojnë që t'i kalojnë. Qasja e tyre direkte ka qenë qasja e taksës së sheshtë. Është taksa e cila është mirëfilli brenda ideologjisë së djathtë. I vetmi problemi i tyre ka qenë që zoti Berisha, që ka marrë peshën kryesore për paraqitjen e këtij programi, qoftë për shkak të moshës, qoftë për shkak të dhuntisë jo të dur për ta treguar, të themi, këtë program, ka bërë lapsuse të vazhdueshme dhe në një farë mënyre e ka zbeur të paktën atë që specialistët e vet kishin përgatitur, po unë besoj që programi i Partisë Demokratike edhe zgjedhjet e kaluara ka qenë jashtëzakonisht i mirë, sepse asistohet nga Kasi, nga Korada Deraru shtiftu. Problemi është mënyrën se si ata e kanë paraqitur. Dhe të dyja partitë nuk është se nuk kanë paraqitur problematika reale.